Pra ai që është policë me gradë, ai duhet vezulloj atje kurtezi, sepse me atë uniform ai e respekton veten, por imposton dhe autoritet, përveç sjelljes, se nuk diskutohet, por dhe autoritet tek qytetarit. Mos shojmë tash të vjedhim lek dhe këtë tendrat e uniformat e policëve, se është gjuna, domethënë, sepse sakaton shtetin në paraqitje. Policia nuk është policë, nuk është artan, nuk është policia është institucion, ku del në rrugë ashtu siç është dhe gjyqtari, siç është dhe prokurori. Edhe ata duhet të jenë spic, themi në të veshur spic edhe të realisht të rrezatojnë. Kisha me të mirë, jam krejt okay. Shofer edhe drejtorin e policisë italisë, nuk i ka vënë gjoksi nga gata dhe mosha është e madhe. Pse është e madhe? Se zvihet kollaj, po dhe nuk i gjithë kollaj. Është e vërtet. Domethënë ndoshta drejtorët e policisë jashtë përcjellin kryeministra, ndërsa këtu një duhet të jetë statur, jo ta luajnë kështu të kenë edhe më fal se nuk e ndërpreva. Ka ministri, thash t'ia lej kompetencë ministrit me shumë sinqeritet, ndoshta edhe këtij aktuali. Aktuali është kam domethënë është realisht shumë teknik sepse Besfort Lamallari ka qenë edhe kam pas rastin të jemi ministri i brendshëm, kështu që edhe për ai sa kam patur kontakte ndaj konsiderat, dhe merr dhe përgjegjësinë e dështimit. Se po ja le, se është si trajneri që do të mendohet dy herë, kë do vëm. Mos kemi atje të frynë 100 korrente në ministri më fal të rendit. Se janë ca sektorë që nuk pranojnë korrente, nuk pranojnë flukse influencash. Për shembull rendi, shërbimi informativ kombëtar, janë ca sektorë, le të themi spaku, nuk duhet të ketë korrente çat këtij, çat atij, sepse krijon problem. Pse pas ka një korrent, një lëkundje ekonomike diku në një konkurrencë do kenë fundit, do të nderojnë, flas gjithmonë se zbaton ligjin dhe menaxherët, kurse janë ca sektor delikat që nuk duhen pranuar korrente, duhet të jetë, le të themi, si një trup e vetme, nuk duhet plazmuar njerëz kështu. Më vore trajner, unë do të zgjedh, nuk i realizova detyrat, më lera fatet, ke dorëheqjen në tavolinë dhe kaq. E qartë. Të ndalem në një tjetër moment, Rexhepi, unë do doja të flasim pak për operacionin e prokurorisë posaçme SPAK në qytetin e Vlorës. E hap si temë dhe rihap e ridiskutoj për të kuptuar më shumë, sepse Vlora për shumë vite ngeli e pagoditur nga institucionet ligjzbatuese, u duk sikur ato grupet, le të themi, të cilat kanë dalë në raportet e Ministrisë Brendshme që janë disa grupe aktive në atë qytet nuk kishin përdorur kurrë SkyCC. Sepse ne kemi parë që për 2022 që në prokurorinë e posaçme, le të themi, homologët belg dhe francez dorëzuan komunikimet në SkyCC dhe encrochat u goditën një pjesë e madhe e le të themi e qarqeve apo grupeve që kanë qenë aktive në përqarqe të ndryshme të Shqipërisë, ndërsa Fieri, Vlora, Gjirokastra duke sikur nuk e kishin përdorur, por ja që rezultoi që e kishin përdorur dhe goditja u bën në zonë ujë të ftohtë, aty ku sipas SPAK dhe hetimeve operonte grupi i Inez Hajrullës në bashkëpunim me Ervis Matodashaj, të cilët të dy nuk u kapën nga ana e policisë së shtetit, pra aty shkuan forcat të ndërhyrjes shpejt, shkuan forcat të tjera elit speciale, ndër më të mirat në botë, Renea për të bërë, pra për të, le të themi, zbatuar urdhra arrestet e lëshuara nga SPAK, por ashtu si në çdo operacion tjetër, që ndoshta edhe me të drejtë SPAK-u ka ngritur shqetësimin, kokat nuk u kapën. Rexhepi, përse vonoi kjo goditje në Vlorë? Kjo është pyetja e parë. Përse operacioni nuk shkoi drejt finalizimit të plot për gjithë urdhra arrestet? Sepse u lëshuan 7 urdhra arreste, rezultuan që 2 ishin në burg dhe një policia dhe të tjerët kishin çar ferrën, ta themi në jargon popullor. Kishin çar ferrën. E themi edhe kështu. U larguan se u njoftuan apo gjithkohës ruan dhe është e vështirë t'i kapësh? Është një diskutim që hajde e bëjmë. Të dy alternativat janë në fakt për vërtetës, sepse unë nuk është se i takoj pjesë investigative, kam thënë dhe herë tjetër. Por informacionet i keni, diskutoni, analizoni. Absolutisht, edhe e para njëherë gjykoj që në vlerësimin e situatave kam një arsyetim, le të themi, modest, pranueshëm. Problemi qëndron që e para njëherë kur po flisit për këtë çështjen e Sky Engro, sa do thoja që si punë e Covidit që kuptohet i ka zënë gjithë edhe në Gjirokastër edhe në Vlorë. Fakti që su goditën, gjithmonë këto janë dyshime, hipotezat. I bëjmë një analizë për të kuptuar më shumë. Kujtojnë njerëzit se po japin kështu verdikte. Mund të jetë se është zona operative e jugut kështu. Le të themi bastioni kryeministit, le ta fillojmë që këtu.
Na japin votat, gjithmonë dyshime, të jemi të qartë. Na japin votat dhe le të themi vonojmë dhe goditjen, sepse nuk e dim kur ka ardhur goditja. Nëse goditja ka ardhur herët, sinqerisht le për dëshiruar dhe grupi i punës, ndoshta kanë dhe ngarkesë, sepse thuhet që ka ngarkesë. Po ke ngarkesë tash thirr një 4 vjet me vonesë ta them unë, kështu që nga momenti që kanë ardhur përgjimet e SkyCC. Pra, që po them 2022 llogaritë 2026 4 vjet. Që i kam pasur aty le të themi këto përgjigje. Kanë ardhur në gjuhë tuaj apo kanë ardhur në shqip se të pështroj dhe unë pyetën tash. I kanë janë në rregull me atë. Nuk është se kanë një punë të madhe, sepse në 2024 goditën këta. Goditën dhe në 2025, po në 2023 goditën. Goditën gjithandej. Këtu vonuan. Kështu që pikërisht pra, këtu pastaj ngelet për të parë vonesa, sepse vonesa ka të bëjë le themi krijon kohën e nevojshme për të krijuar një pasuri të caktuar, sepse një nga këta flitet që se dhe vetë grupi kishte edhe probleme me trafikun e armëve, trafikun e drogave të forta. Po. I Flodian Plaku në mos gaboj, u akuzua edhe për vrasjen e Gentian Betas. E thënë ndryshe, për shembull, ky operacion, e para që të shtoj, kthehemi aty ku ishim, që kanë firot e veta. Te grupi që ndoshta shkoi për t'i arrestuar, por edhe masa security të larta nëse flitet për një blok pallatesh që e posedon në pronë një individ ose një grup, atëherë jam i sigurt që masa ndoshta, dëgjoj, grupi këtij niveli me këtë lloj pasurie se ka përgjegjë një, le të themi, një lokala, në hyrje të Vlorës ta ketë në dispozicion thjesht për këtë punë, domethënë me 2-3 roje stacionare të veta. Thjesht po se këto autokollonat e Renes nuk është se nuk zbien sy, që të jemi të qartë, domethënë. Sepse janë trupe elitare, kanë shenjat e tyre të veçanta, domethënë gjithmonë po marrim kështu firo të rastishme, nuk po marrim firo të brendshme, sepse mund të ketë edhe firo dhe edhe njoftime. Pra po theni që grupi kriminal mund të ketë përdorur 2 apo 3 vëzhgues të tij për të sinjalizuar çdo lloj lëvizje në qytet. Jo në Kënete gjithandaj e dinë, ke një vëzhgues këtë derë aty në ose për këto lagjet kriminale, le të themi, lagje kriminale, lagje që kanë ngarkesa që janë mas mënyrë me gjëra, nuk mund të futesh dot kështu fare kollaj. I vjen njoftimi atij padrinës ose atë kryetarit lagjes, të zonës atje që po hyn filan grup. Nëse aty është hyrë në qytet dhe ndoshta unë gjykoj prapë dhe kjo që do them është e vështirë në këto grupe, sepse rrezikshmëria është shumë e lartë të fikën koka kështu si kokë pule. Ndoshta duhet hyrë me rrjete agjentërore brenda, ndoshta një grup i specializuar civil do ishte shumë i mirë, po edhe atë vështirësisht është që të mos ta dallojnë. Nëse janë në bastionet e veta, këtu në gjitha këto që tham përjashtuan në rastin e një dekonspirimi që është totalisht i mundshëm. Sepse për këtë folëm dhe s'paku duke pasur parasysh këto situata. Por kthehemi prapë tek vonesa ndaj grupit të specialistëve, nuk u them prokurorës, se besoj që ka pas një prokuror përpara dhe ka vonuar, që le themi që bëjnë grumbullimin e materialeve relatuese. Ata shqipi kanë sepse SkyCC thjesht janë marrë mesazhet e shkruara shqip, edhe janë vendosur në të transkriptuara. Domethënë, shqipi kanë aty. Thjesht do të kuqëzojnë. Sa të mesazhet shqipi kanë shkruar. Atëherë na partia këta janë tanët, do luftojnë vetëm ballistës, u e thash në kuptimin figurativ, të jemi të qartë, sepse s'ka zgjidhje tjetër. Nuk ka shpjegim tjetër. Domethënë e vonuan. Vonesa i ka gjitha pasojat. Jo, shpejtësia është rezultat. Shpejtësia është pak para krimi, ndonjë vepër kriminale e shmangur, sepse faktikisht i ka dalë në vrasje, pra dhe kuptohet gjëra duan kohën e vetë, se ashtu rendimenti 100%. Nuk mund të ketë, nuk pretendojmë këtë. Jo, ashtu i raportojmë. Ndalojmë një çik këtu 5 sekonda. Analizojmë. 5 sekonda. Kur njerë raporton disa shifra kështu skandaloze këta dhe një nga përvojësuesët e këtyre anglezëve që na trenonte ne për ekspert, tha, unë po të kem këto shifra më pret mbretesha kështu në pritje private, tha, thirrem kështu nominalisht. Pjesa tjetër është që nëse raportojmë zbulimet dhe i mbledhim me ngjarjet e pazbuluara, del shifra më shumë se 100%. Pra gënjejmë ke zbulimet. Nuk e di a thash qartë. Ke zbulimet janë, le të themi, 7%. Në prokurori ke kthyer 50% për zbulim autori dhe vajti shifra 120%.
Po, do të thënë me këto të xhaxhit, tamam, Evangeli çik mentaliteti, sepse me thënë drejtën një pjesë janë edhe të kozë. Unë nuk kam komplekse kështu sepse le të jenë të kujdo kohë, rëndësi ka që të jenë profesionistë mirë. Shifrat ashtu i bëjmë, po ti vesh re domethënë shifrat që zbulueshmëria është aq e kaq përqind tregohet, por jemi mësuar ne, nuk e di pse na ka ngel këtë tradicionalitetit. Zmadhojmë të mirën, zmadhojmë të keqen. Njëu do të jetë i ftohtë, ta thotë thjesht aq sa është, as më shumë, as më pak. Ideja është e tillë, Rexhepi, që kur ti e shikon që SPAK-u ndërhyn në një qytet si Vlora dhe kërkohen disa emra të cilët janë lakuar në media, zbulohen 2 vrasje siç është Gentian Qarri dhe Bledar Birçaj që akuzoi ky grup. Ti e shikon që dhe gjatë gjithë kësaj kohe se bëhet fjalë vetëm për aktivitete që kanë arritur të zbulohen nga SKAICC, që është mbyllur në mars të 2021-shit, po nga marsi 2021 tek 8 nuk e ke idenë se çka bërë këtë. Absolutisht po. Pra, ti mund ta kesh dokumentuar deri diku, sepse them mund të ketë punuar policia, organet tjera mund të kenë mbledhur informacion, por ideja është që mos e vonon sepse një grup kriminal akumulon para gjatë kësaj kohe që ti e lejon. Humbet do jetë njerëzish. Mund të godasë edhe krahët e tjerë, kështu që absolutisht, nuk është vetëm lek, por janë dhe jetë shpëtuara. Janë siguri e rritur, janë qetësie e qytetarëve, janë qetësie e bizneseve, influencon në të gjitha llojet e krave, rritja e besueshmërisë së organeve ligjbatuese, dhe këtu në fakt se po merren me policinë me lejen tuaj, këtu mendojnë që në gjendjen që ka rritur kriminaliteti shqiptar, ndoshta jo për fajt të policisë, se i lam gjitha, ke gjykat, ke prokurori, ke shumë struktura, po me që jemi këtu ke policia, për mua duhet ndërhyjë shërbimi informativ fuqishëm. Ç'do duhet bëj? Të rrisi ndoshta kapacitetet e veta ose ta bëj pjesë, dëgjoj se një grup kriminal nuk largohet shumë nga një grup terrorist në mënyrën se si vepron. Arrin e rritin aktivitetin ato përmasa që atëherë çfarë bëjnë grupet e antiterrorit, çfarë bëjnë grupet e kësaj, çfarë bëjnë grupet e asaj. Nëse ka nevojë për kapacitete njerëzore, sa i bie që ne jemi kot. Kështu që ata kanë përgjegjësitë e tyre, nuk ngelen gjitha. Unë di që në ngjarje të rënda që ka patur, jo rrallë ka qenë edhe aktivizuar dhe shërbimi informativ kombëtar. Ngjarje që janë qytur vërtet të rënda. Për zbulimi thua? Për zbulimi, po. Për gjetjen e autorëve. Paralelisht me policinë kanë punuar dhe jo në grup të përpashkët, jo, thjesht secili paralel me vete, kështu që ishte gjë e mirë domethënë, ndoshta koordinon. Kryqëzoni informacione në moment të caktuar. Ju i njihni mirë strukturat e grupeve kriminale, mënyrën se si funksionojnë. Sa të sofistikuar janë sot përballë pra grupet kriminale nga njëra anë dhe goditje që mund të vinë nga drejtësia në anën tjetër. Le të themi, si qëndrojnë këto në një peshore të aktivitetit në terren? Kanë filluar, ka kohë në fakt, që kanë filluar të përdorin mendjen, kanë përshtypjen domethënë. Kanë kaluar jo nga një mentaliteti gjaknxeti karakteristike jona, po kanë kaluar sepse edhe kanë kontakte të tipit të mafjes italiane që si akmarrja, si të gjitha serviren në pjatë të ftohtë, kështu që në këtë kuadër e thënë ndryshe, po përdoren trurin vërtet janë problem. Se grupet kriminale edhe ata njerëz janë njerëz me cilësi, nuk është se janë pa cilësi, pavarësisht se po i përdoren në drejtimin e gabuar. Në drejtimin e gabuar, në shumë aspekte tjetës na sfidojnë në noatin e njerëzve që kanë përballë, në noatin e kurthit, në vlerësimin, domethënë kanë edhe po të vëshre nëse ke kontakte me ta, logjikën e momentit edhe thithjen e intrigës e kanë shumë të shpejtë. Kanë shumë hatje. Kanë shumë të shpejtë. Për një gjest të pakontrolluar të bësh mund të humbësh jetën, dhe kjo është vërtet merit në të kuptuar një gjëra, tjetër punë pastaj se si është reagimi, kështu që në këtë kuadër unë them që intelektualisht kanë ecur, plus që edhe pasi mjete financiare, edhe nëse s'dinë rekrutojnë në një koleg tonin, edhe pastaj merreni me mend tash të kesh edhe një specialist policie, në një oficer krimi, sa në një gjithë. Kam përshtypjen këta i kanë. Domethënë, po të vështirë. Kjo është e bazuar në fakte dhe prova, sepse e treguan përgjimet e SKAICC, e treguan të gjithë dosjet e fundit të grupeve kriminale, ku shohim emrat më të fuqishëm të botës krimit, emrat cilët tashmë i njohim, unë nuk po i përmend, të gjithë kanë pasur kontakt me një polic, me një oficer policie, dikush që u krijonte lehtësira të lëvizjes,
ju e përmendët rastin e Vis Martinaj shoqërohej nga një ish, le të themi, efektivi forcave operacionale, një terrenin, një kolegët. Në një rast tjetër, një oficer policie kishte qasje tek një hetim që po bëj tek gjithë informacionin dhe gjithnjë në kuadër të përfitimit financiar ju shiste informacione për veprimtarinë që po kryente, veprimtarinë hetimore që po kryej nga ana e SPAK dhe e policisë. Pra çdo grup ka pasur gjithnjë qasje në polici. Atëherë, me që përmendët të ndirën Vis Martinaj, domethënë, imagjinoni inteligjencës Vis Martinaj të shtosh të pjesën profesionale të policisë. Se çfarë njeriu, sepse për i vërtetës nuk mund ta themi që ishte, unë nuk e kam pas rastin. I mbijetoj kohës për shumë kohë, për plasjeve. Jo, i mbijetoj kohës dhe ndoshta defekti vetëm që nga siguria e madhe bëri një grup shumë të madh njerëzish kundërshtar dhe mbase u deshën të bashkoheshin që ta eliminonin. Sepse unë jam i mendimit që ai nuk është më donë, ato teoritë që është gjallë, s'është gjallë, jo ndrim plastik. Nuk është se kam prova, po aq intuit kam. E le të themi është nuk është më në këtë jetë, po siç thash, llogarisni tash të ketë edhe dëgjoni se një polis nuk është se të kaloj vetëm nga një post blok atje një herë me armë. Po nëse ke një oficer, ai dekonspiron gjitha metodat e survejimit, metodat e përgjimit, metodat e të gjitha, po ta lidh pak kështu me Moskën, me Rusin, kur u shpërbë KGB-ja, disa nga krerët e KGB-s kapën mafian, por nuk mund të survejosh kollaj një ish punonjës të KGB-s, që në këtë kuadër ai në veprimtarinë e tij mafioze është disa hapa para kolegëve sepse ai njeh metodat e punës. Dhe kjo punë, bashkëpunimi me policinë nuk është vetëm thjesht në kuptimin fizik të fjalës që ai të ndihmon me një informacion për momentin, po ai të jep kualifikim profesional, pra ti di gjitha metodat e punës dhe në këtë kuadër, domethënë plus asaj intuitës, sepse shkallësinë e ke, intuitën e ke, gjaktësinë që ndoshta edhe gjuan ja merr jetën tjetër pa pikë problemi, futi edhe këtë anë profesionale janë vështirësisht domethënë nuk bien në rrjet kollaj. Kemi një tjetër çështje, Rexhepi, duhet të ndalemi tek fakti që për të tretën herë, siç e përmendën dhe në nisjet e emisionit, policia shkon në Nikël dhe në banesën e Yllis Zallës, që policia shkoi në banesën e këtij personi i cili është në kërkim me një herë pas vrasjes së dy fisht në rreth rrotullimin e aeroportit të Rinasit, herën e parë gjeti municione shpërthyese, herën e dytë në një banesë e cila dyshoi se përdorej nga Yllis Zalla në oborrin, gjeti groposura një sasi të madhe armësh, i kemi dhe pamjet mbrapa. Vajti sërish herën e tretë Rexhepi dhe sërish gjeti në oborr, gjeti sërish nga këto detonatorë shpërthyes, municione. Tani ç'ne që po shkon policia kaq shpesh, me çfarë lidh se duket sikur shkosh 3 herë rresht, 3 herë gjen diçka. Tashi mediatikisht është raportuar që ka lidhje me atentatin e Rinasit. Që në logjikën time edhe ajo është një ngjarje që vërtet e vë pozitë vështirë policinë, le të themi. E kam pjesë të diskutimit, të me qenë se lidhen gjithë gjërat, pra dhe masakrën e Rinasit, kështu që mund ti analizosh të. Problemi i këtij zotërisë është ky, se kështu kthehemi pastaj del situata që ndodh 1, ndodh 2, ndodh 3, atëherë do themi me shumë të drejtë, i vajtën herën e parë që nuk gjetën një sasi armatimi, vajtën për së dyti gjetën një sasi. Tani duhet mbajtur ky person në kontroll, shtrohet pyetja. Shumë kërkim. A duhet të mbajtur përpara? Kjo është banesa e tij. Tash fakti që gjen sa herë shkon i bie që aty hyn një njeri. Që sjell ato nuk vinë vet. As nuk hidhen si ndihmat angleze që na vinin këpucë të njëjtit lloj, le të themi ata armiq, kështu. Po them për humor. Po. Kështu që aty hyn një njeri. Edhe këtu ka nevojë për ty në shtëpi inteligjente. Unë e kam të qartë vështirësinë e punës në Nikël, sepse atje le të themi është duke patur respekt për gjithë qytetarët e ndershëm, për zor se ka shpëtuar njëri atë në kuptimin jo të japin ai fajden e gjës, atë s'ke çfarë punë tjetër, domethënë vetëm merresh me këtë punë. E di vështirësinë e futjes në Nikël, ndoshta nuk futesh dot, po tek e fundit shteti këtë detyrë ka. Madje kam qenë një propozime që aty të ngrihet një postë policie qëllimshëm ose një komisariat që të merret
Nuk ka problem se harxhon 10 milion euro për të zhdukur një bastion krimi. Bastion, po, që ka prodhuar ngjarje, ka prodhuar dhe ka zhdukur autor. Duhet ta themi, është më pak se 1 kilometër autostradë. Se na duket njerëzit sikur çfarë bën. Një pak. Më pak, ose më saktë është